Nisë këtu jemi në zonën Arrat e Burrës. Këtu është ajo ngjarja që patëm një rrëshqitje dhe është masive në muajin shkurt. Dhe për një periudhë të kufizuar patëm arrësheja që e detyruar që edhe të ndalonte çarkullimi këtu. Kjo ndodhi për shkak se rreth 70.000 metër kub ton inerte pati një rrëshqitje. Është punuar rreth 10 ditë 24 orë nga strukturat e autoritetit rrugor shqiptar dhe kontraktorit, dhe siç e shihni është ndërtuar dhe një rrugë provizore, e cila tashmë ka hapur çarkullimin në fillim të marsit dhe në fillim të javës tjetër do kemi dhe asfaltimin e saj. Sistemimi i kësaj zone parashikon edhe një ndërtim rrugë alternative, që fillon diku aty dhe do ketë rreth 1.3 kilometra buzë lumi shkumbin ngjitur me kurrute dhe që kalon në krahun tjetër të rrugës. Me ndërtimin e kësaj rrugë alternative, do vazhdoj pastaj dhe ndërtimi dhe vijimi i punimeve në këtë aks rrugor. Duhet të theksoj vetëm një element që patjetër gjithë korridori 8 që është i kontraktuar tashmë janë rreth 33 kilometra. Vetëm në këtë aks që është diku te 150 metra është ndaluar punimi. Në gjitha akset e tjera është duke punuar me ritme të këndshme sipas edhe fazave kontraktore, dhe siç e shikuat, një pjesë e mirë e tyre është bërë dhe pjesë asfaltike. Tani duhet ta kuptojmë edhe faktin që ne e dimë që qytetarët janë djerë të bezdisur për atë periudhë kohe që çarkullimi ishte i bllokuar, por ajo çfarë ne garantojmë është autoriteti rrugor shqiptar, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, dhe Rruga Shqiptare kanë qenë gjithë duke bashkëpunuar dhe kanë punuar 24 orë në ato 8 ditë, në mënyrë që ky bypass të hapet dhe të krijohet mundësia e çarkullimit lirisht të mjeteve. Këtu siç e shikoni janë duke punuar edhe disa punime mbrojtëse për vijimin e mos pasjen e rrëshqitjeve të mëtejshme. Nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar është nën porosi dhe është duke u bërë nga autoriteti rrugor shqiptar që të bëhen rreth 60 sonda që të mund të shikojnë në mënyrë të vazhdueshme çdo lloj risku apo problematike që mund të ketë. Punimet vazhdojnë normalisht dhe punohet në ritme shumë të përshpejtuara. Siç e thash, rruga alternative fillon diku aty ku janë mjetet. Kryeministër, kjo është gjurma praktikisht dhe kjo është edhe arsye pse ne i pezulluam punimet, sepse ne praktikisht në këtë moment po shfrytëzojmë gjurmën e korridorit 8. Dhe kjo është arsye që ne pezulluam. Në momentin që ne pastaj do të hapim trafikun në rrugën alternative, ne do të rikthehemi sërish me punimet, qoftë për korridorin 8, qoftë për rihabilitimin e rrugës ekzistuese. Ndërkohë, në kontratat e gjithë korridorit 8 janë të parashikuar rreth 17.000 metër linear mbrojtje lumore. Gjithë kollovia e madhe që u shëmb rruga nga punimet është një manipulim i madh, një perversitet shumë i madh, sepse faktikisht këtu jemi në aksin e vjetër. Dhe aksi i ri nuk është këtu, në kuptimin nuk është i ndërtuar ende këtu. Akset e reja janë ato që kalojnë për të ardhur deri këtu, ndërkohë që këtu vazhdon puna këtej, nuk ka lidhje me ata atje. Dhe ajo atje është një rrëshqitje e shkaktuar nga faktori gjeologjik për shkak të mbinërketit me Shira. Nëse kemi pasur pak në Elbasan në matët që kemi ne, mesatarja ka qenë 200, ka qenë 440 mm, kemi filluar që në ndorë me Shira. Kjo është zona e konturuar këtu ku ka ndodhur rrëshqitja. Dhe zona në fjalë është një zonë që ka gati 18 vjet histori intensive rrëshqitjesh. Është një zonë që edhe nga ana topografike, po të shikohet, është shumë e vogël, është tipike e këtyre zonave. Për shembull, Spathara në janar ishte në rrëshqitje intensive, gati 20 paraqitje ndërtimesh, ti themi jo të duhura, po nga ana tjetër ishin faktori kryesor rrëshqitje. Ndërtimesh të njerëzve. Të njerëzve, po që kanë ndodhur vetëm nga rrëshqitje, dhe jo vetëm. Shpatë, gjithë kjo gjeomorfologjia e kësaj zone është pothuajse me shpatë vertikale dhe përbërja e tokës është me shkëmbim terigjen shumë të dobët nga ana e soliditetit. Gjithë zona këtë ka tipike historike që rrëshqasin. Në periudhën që ka bërë vaki kjo lloj gjëje, ka qenë pikërisht faktori i ujit, i cili e ka agravuar situatën, e ka përshpejtuar, siç ka ndodhur edhe në zonat e tjera. Po jo më siç ka ndodhur në vende të tjera, vetëm këtu në Shqipëri. Dhe pikpamja e rreshjeve
neve kemi nga viti 2022 deri në vitin 2025 janë çdo vit 20 deri në 25 rëshqitje në këtë zonë. Vetëm nga dhjetori i 2025-s deri në shkurt të 2026 janë 120 ku në nivel kombëtar. Vetëm në zonën e Librazhit, në këtë zonë që po flasim, janë gati 6 vjet. Unë do thoshte Taulandi që kjo ka qenë shumë vite përpara, gjithmonë një çështje e banorëve që ka rëshqitje. Edhe ajo që është kriminale në raport me publikun, por kur ka, unë kam mësuar në eksperienca që kur ka zhurma të mëdha të kësaj natyre, duhet presësh të bjeri fryrja e madhe e një plage për të adresuar pastaj shkaqet, se ndryshe nuk të dëgjon njeri, është që një plag e kësaj natyre, ku mjafton të vish ta shofësh, dhe kupton më një herë se ku je, dhe shef me një herë që këtu s'ka dorë njeriu që ta ketë shkaktuar nga paaftësia apo nga të tjera arsye, kthehet në një burim, helmimi të vazhdueshëm të opinionit publik. Këtu jemi në një nga kantierët më të rëndësishme, më strategjike të vendit, një nga veprat më të rëndësishme të programit tonë. Gjithë pjesa e ndërtuar tani më është spektakolare në çdo aspekt. Mbrojtja lumore që kemi folur disa herë është absolutisht e standardeve më të larta, por puna vazhdon. Dhe në një proces pune ndodhin dhe këto të papritura, që janë të papritura të natyrave ndryshme. Në këtë rast është thjesht dhe vetëm natyrore. Fatkeqësi që ndodh për shkak të mirëkërkesës që ka pasur dhe siç e tha drejtori. Dhe është vërtet, domethënë, ndjes njerëzve që u mbytën me paltë dhe me llumë nga gjithë llojet e drejtimeve, por e vërteta është kjo. Ulemi të diskutojmë pak edhe me banorët që të shohim kalendarin dhe të japim një drejtim të punës. Ndërkohë, siç e tha, gjitha segmentet e tjera janë duke ecur në ritme të këndshme, janë gjitha në fazat e tyre kontraktore. Një pjesë e tyre kanë filluar asfaltimin, pjesa tjetër është duke vijuar, siç i pa dhe dytën helet kanë ecur me ritme mbi 85%. Pa jemi në përputhje me kushtet kontraktore në segmentet e tjera.